Përshëndetje miq, në këtë video do të tregoj se si kryen regjistrimet në ditarin e arkës arktime. Për këtë nga faqja kryesore kalojmë tek faqja linqeve dhe të zgjedhim linkun që i përket arkës arktime dhe e klikojmë. Do të paraqitet sigurisht që në çdo link tjetër tabela, pra ditari i arkës arktime. Duke ndjekur të gjitha kolonat me radhë, ju do të plotësoni pra plotësimi i këtij ditari bëhet duke ndjekur, duke lëvizur me tab në rresht, kolon pas kolone. Tek kolona e parë është klienti, ju do të zgjidhni klientin të cilit i përket një arktim që ka kryer. Pastaj me tab sigurisht që do kaloni te data kur është kryer ky veprim, do shëroni vetëm numrin, pra nëse është data 7, për shembull 7 ose nëse është data 18 e kështu me radhë. Duke kaluar me tab, lëvizur me tab do të zgjidhni një nga muajt të cilët i përket likuidimi, pra dokumenti i likuidimit. Tek përshkrimi do të bëni përshkrimin nëse bëhet fjalë për arktim nga klient apo ndonjë arktim tjetër, pra për llojin e veprimit që është kryer. Pastaj tek kolona kursi i në fillim, ju do të vendosni kursin me të cilin është bërë një marrëveshje, pra me një klient që likuidon me valutë apo datën kur ka hyrë valuta, do shënoni për shembull fjalë e euro, për shembull 95 lekë, do shënoni 95, po kështu tek kursi në momentin e kryerjes së likuidimit, do të vendosi kursin, mund të jetë për shembull 95 ka qenë në fillim 95.2, atëherë do të vendosi 95.2 dhe tek kolona valuta ju do zgjidhni një nga 5 lloje të valutë, ne kemi marrë lek, dollar, euro, pound dhe franga zvicerane, pra një nga ato do zgjedhni, pra çfarë lloj valute bëhet fjalë, do të shënoni vlerën e valutës, pra vlera nëse është dollar, vlerën e dollarit, vlerën e euros, vlerën e lekut të tjerë. Dhe vlera e këmbimit kryhet automatikisht duke u kryer pra veprimi i shumëzimit të kursit me llojin e sasinë e valutës. Kryhet pra automatikisht, arka debitohet në mënyrë automatike. Nëse kemi shpenzime nga këmbimi, automatikisht është e formulizuar, kryhet del efekti këtu, ose në të kundërtën se kemi të ardhur tek kolona 766 kredi, del ardhur nga këmbimi, tek llogaria, tek kolona llogaria do zgjidhet një nga llogaritë të cilët preken nga ky arktim dhe vlera e kredituar, pra vlera totale llogaritet dhe del në mënyrë automatike. Kështu kryen të gjitha veprimet pra për çdo lloj vlere që kemi dhe duke lëvizur vetëm me tabet e kësaj, shtohen rresht pas rreshti pra në sasi në varësi të dokumentave që ne disponojmë. Faleminderit.